Në fermo të Italisë në sheshin dedikuar Skënderbeut është përëruar sot busti i heroit ton kombëtar. Aktiviteti është zhvilluar në vazhdën e veprimtarive me rastin e festës së pavarësisë dhe në ceremoninë e inaugurimit të bustit të heroit ton kombëtar Skënderbeu. Kanë qenë të pranishëm kryetari i Kuvendit Ilir Meta, kryegjyshi botëror Edmond Brahimaj, presidenti i radio televizionit Ora News Ylli Ndroqi së bashku me bashkëshorten e tij, si dhe personalitete nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia e Italia. Unë sot me të vërtet jam emocionuar që jam sot këtu mes jush, jo vetëm se jap informacionin live nga ferma, por emocionuar nga një kontribut i jashtëzakonshëm nga gjithë ju shqiptarët që keni realizuar një monument të tillë siç është Skënderbeu në një shesh që sot quhet sheshi Skënderbej këtu në ferma. Ju faleminderit, jo vetëm unë, po të gjithë shqiptarët kudo që janë në eksperiencën tuaj të bëjnë shembull në qytetet tjera të Europës. Kreu i Kuvendit Ilir Meta e vlerësoi miqësinë mes dy popujve, si dhe shtoi se ky shesh është një akt respekti ndaj kombit ton. E pranishme gjithashtu në këtë aktivitet ishte edhe kryetaria e Bashkisë së Fermos Nela Bramati, e cila u shpreh nderuar nga ky aktivitet. Pas ekzekutimit të himnëve kombëtar italian shqiptar, është prerë riti i inaugurimit të monumentit të Skënderbeut.